Orkestra Simfonike e Forcave Tona të Armatosura rikthehet në teatrin Aleksandër Mojsiu për një koncert tërësisht të veçantë së bashku me korin italian Conticum Novum di Solomeo, duke sjellë për ardashësit një koncert të veçantë vokalo simfonik. Në qendër të këtij koncerti do të jetë një vepër me shumë domethënie, një përzgjedhje që përkon rastësisht në fakt edhe me kontekstin aktual, Pater Noster, një vepër e shkruar dhe dedikuar në nderim të Papa Franceskut dhe veprës së tij kompozuar nga kompozitori amerikan Dan Forrest, një premier absolute për publikun shqiptar. Çfarë është ky koncert që do bëni në Durrës? Koncerti i sotëm është në orën 19:00 në teatrin Aleksandër Mojsiu në Durrës dhe ka dy vepra fetare. Pra është një requiem for the living, që ndryshe nga requiemet e tjerë nuk është për të vdekurit, por për të gjallët dhe i kushton një rëndësi shumë të madhe jetës, dritës, shpresës dhe gjithashtu kemi edhe veprën tjetër që ju e përmendët, Pater Noster. I gjithë koncerti është një bashkëpunim mes korit italian dhe orkestrës tonë, kështu që do të jetë vërtet një kënaqësi për ne. Dhe i ftojmë të gjithë shikuesit që të na bashkohen sonte. Më tregoni pak për shfaqjen e sotme, si është organizuar, sa instrumentist, sa janë italian, sa janë shqiptar. Atëherë janë rreth 20, pra saktësisht 17 instrumentist nga orkestra jon. Kemi një harpiste që vjen nga Italia, gjithashtu edhe vajza që luan organ është nga Italia, Zonja. Kemi dhe dirigentin italian, edhe korin italian. Madje edhe dy solist që do të këndojnë përpara korit. Kështu që ne mezi po presim që ta përjetojmë si ndjesi, sepse është tjetër gjë në shfaqje dhe tjetër gjë në prova. Patjetër që ka qenë emocionuese, po gjithsesi është pjesë e punës që ne bëjmë në përditshmëri. Është e veçantë, çdo herë është e veçantë, por është puna që bëjmë ne në përditshmëri. Sot dhe nesër është shfaqja të dy ditë apo sot kemi shfaqje tek teatri Aleksandër Mojsiu në Durrës. Në Durrës. Po, në orën 7. Kushdo që do ta ndjek, duhet jetë patjetër atë. Po, të vim pak shpejt se ne kemi pak problem orarin. Po.